Protesta e datës 22 është frymëzim për çdo shqiptar dhe secili nga ne do të jap kontributin më maksimal në një kryengritje të fuqishme me 22 mars. Kryengritje që duhet të jap përgjigjen më të merituar akteve antikombëtare, antikushtetuese, antiligjore të Edi Ramës, që përpiqet me çdo kusht të mbrojë vetën dhe sojnë e tij hajdut nga ligji dhe kushtetuta. Duhet të përgëzoj të gjithë kryetarët e ri të zgjedhur në degët e Partisë Demokratike nga Shkodra në Vlorë, Berat, Sarand, Himar dhe qytetet tjera. Procesi zgjedhor është zhvilluar bazuar në primaret. Dhe unë mund të them se ka qenë një proces për të cilin ndje falenderoj shumë pjesëmarrësit, të gjithë antarët që votuan, falenderoj organizatorët, drejtuesit, udhëheqësit politik, koordinatorët dhe uroj nga zemra fituesit. Ky proces dëshmoj dhe njëherë se ne nuk duhet na si rrethan të heqim dorë nga primaret. Nuk mund të zëvendësojmë ne me asgjë vullnetin të drejtën për vendimarrje të antarëve tanë. Janë zgjedhur, janë ndarë me mirëkuptim dhe sa më shumë konsolidohet kjo traditë, aq më e fuqishme bëhet Partia Demokratike. Duhet vazhdojmë me finalizimin e zgjedhjeve në të gjitha degët e tjera, zgjedhjet e kryesive të Partisë Demokratike në përpjekje të madhe për hapjen e kësaj partie dhe për zgjedhjen në drejtimin e saj të njerëzve më me reputacion, të demokratëve e demokratëve më me reputacion.